Protesta para kryeministrisë për Zvërnecin u mbyll dje pas më shumë se 3 orësh. Për ditën e sotme është paralajmëruar një tjetër tubim në orën 18, ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Në thirrje nesër edhe më shumë, protestuesit u zotuan se nuk do lënë sheshin pa u plotësuar kërkesat e tyre. Zvërneci ishte shkëndija, por ato kanë parashtruar edhe një sër kërkesash të tjera, si anulimi i paketës së maleve dhe shfuqizimi i ligjit dhe statusit që lidhet me investimet strategjike. Mobilizimi mund të marrë për masa më të gjera, duke përfshirë edhe problematika të tjera që prekin interesin publik, betet për të parë nëse do zgjerohen kauzat e protestës. Gjatë tubimit, qytetarët mbanin në duar pankarta pikante si zaptuan Shqipërinë, Vlora ka historinë e sakrificës, jo çmim për të shitur, anulo projektin dhe jep dorëheqjen. Nuk mungohen edhe ato me ironi të fortë ku shfaqeshin Edi Rama dhe Sali Berisha duke u puthur me mbishkrimin derisa vdekja t'i ndaj. Një nga qytetarët i cili foli në podiumin e improvizuar për ambienteve të kryeministrisë, tha se populli nuk po voton më, pasi janë bindur se nuk ka të ardhme në vend me Edi Ramën dhe Sali Berishën. Ai tha se kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij i ka ardhur fundi. Po ashtu, një nga zërat më të fortë të protestës së zhvilluar para kryeministrisë ishte ai një banorëje nga Rjolli, e cila deklaroi se prej 4 muajsh proteston çdo ditë kundër ndërtimeve që po kryen në zonën ku jeton. Ajo tha se situata në Rjoll është pasojë e vendimeve të institucioneve shtetërore dhe akuzoi autoritetet për mbështetje të interesave private. Sipas saj, protesta e vazhdueshme lidhet me kundërshtimin e projekteve ndërtimore që prekin pronat dhe territorin e zonës. Gjatë fjalës së saj, protestuesja kërkojnë ndërhyrjen e prokurorisë së posaçme SPAK të artikuloj akuzat të drejtpërdrejta ndaj përfaqësuesve të qeverisë. Në tubim u prezantuan edhe kërkesat kryesore të lëvizjes qytetare. Sipas organizatorëve, protesta nuk lidhet vetëm me çështjen e Zvërnecit, por me një sër ligjesh dhe vendimesh që sipas tyre kanë favorizuar investitorët në dëm të interesit publik. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, shfuqizimin e ligjit dhe statusit që lidhet me investimet strategjike, shfuqizimin e të ashtu quajturës paketa e maleve, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgimin kulturore. Një prej protestuesve deklaroi se këto kërkesa nuk kanë karakter partijak, por synojnë mbrojtjen e interesit publik, likshmërisë dhe pasurive kombëtare. Thirrje kundër qeverisë dhe paralajmërim për vijimin e protestave. Gjatë gjithë tubimit janë dëgjuar thirrje kundër qeverisë, ndërsa një nga sloganet më të përsëritura nga pjesëmarrësit ka qenë "Poshtë spionët". Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve nga gjithë Shqipëria që t'i bashkohen mobilizimit, duke deklaruar se koha e heshtjes ka mbaruar. Protesta u zhvillua në masa të shtuara sigurie para kryeministrisë. Organizatorët kanë paralajmëruar se protesta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, nëse kërkesat e tyre nuk merren në konsiderat nga institucionet. Kërkesa kryesore mbetet heqja e gardit në Zvërnec dhe pezullimi i projektit që kundërshtohet nga protestuesit. Megjithatë, protesta e djeshme tregoi se pakënaqësitë artikuluara nga qytetarët shtrihen për tek këtij investimi dhe përfshin kundërshtime më të gjera ndaj politikave qeveritare.